një apel nga zemra për vëllezërit e Dardanisë, për vëllezërit tanë shqiptar të Dardanisë sotme, pikërisht nga shtëpia më famshme që ka gjithë Kosova. Kosova e sotme, Dardania dikurshme, që është shtëpia e lidhjes Prizrenit në vitin 1878, këtu mlodhen patriotët tanë për të themeluar shtetin e parë shqiptar që do lindte nga rrënojat e perandorisë oskuratiste otomane. Ato mlodhen këtu për të realizuar ëndrrën e shqiptarëve që nga koha e Gjergj Kastriotit, që nga koha e Skënderbegut të Madh, ato arritën që të krijonin këtë lidhje për të rivënë një herë nderin, për të rivënë një herë krenarinë shqiptare në vend dhe të rithemelonin atë shtet që Gjergji Jon i Madh e kishte bërë një shtet të modern në shekullin e 15 dhe të famshëm në të gjithë Evropën, me atë rezistencën proverbiale ndaj perandorisë më të fuqishme që njihte atëherë Europa. E bëj këtë apel sot sepse më trishton fakti që shikoj që dardanët tanë të Kosovës së sotme shumë herë po manipulohen nga organizata të ndryshme, duke i dhënë drejtime të ndryshme që shkojnë në krah të kundërt me patriotizmin e tyre të vërtet, që e kanë visceral, e kanë nga zemra, e kanë nga DNA-ja e tyre, që t'jenë gjithmonë flamurtar të dhetarisë pan-shqiptare. Ja këtu është pra vendi ku mlodhen trimat shqiptar, patriotët shqiptar, intelektualët shqiptar, për t'i dhënë zanafill shtetit të ri modern shqiptar. Ato e dim si përfunduan shumica pasi u arrestuan nga otomanë dhe pjesa më e madhe e tyre u vra apo u burgos. Ja të shohim se kush ishin disa nga krerët e këtyre patriotëve që dhanë gjithçka për të rithemeluar shtetin si në kohën e Gjergj Kastriotit. Ishte i malli Abdil Frashëri, Ymer Prizreni, Sulejman Vokshi, Pash Kovasa apo Vaso Pasha, si që ime mësuar ta quajmë, Ilyas Pash Dibra, Said Toptani, Haxhi Zeka, Mustafa Nuriu, të gjithë të patriotë që shikoni këtu u mblodhen për të dhënë zanafill këtij shteti, të cilin Shqipëria e kishte akoma ëndër në atë kohë, pasi ishte ndarë në 4 rajone, në 4 vilajete të ashtuquajtura nga perandoria otomane, që ishte vilajeti i Shkodrës, vilajeti i Prizrenit, këtu ku jemi tash, ai i Manastirit që gjidhet sot në Maqedoni dhe ai Janinës që gjidhet sot në Greqi. Pra në këto 4 kryeqendra shqiptare, vetëm njëra mbeti në shtetin e ri të themeluar në vitin 1912, pastaj të njohur në vitin 1913 nga konferenca e Londrës. Të 3 tjerë të kryeqendrat u lanë qëllimisht jashtë kufive të Shqipërisë të atëhershme, pasi do përqashin dhe do të coptoheshin nga fuqitë e mëdha për interes të fshive tanë graviqar, historikisht graviqar. E bëj nga qyteti Prizren të apel për dardanët tanë të Kosovës, pasi shikoj se këtu organizata të ndryshme po kërkojnë do e mos që t'japin një orientim komplet tjetër patriotizmit dhe shqiptarizmit. I bëj thirrje atyre që sot unë dëgjova me veshtë e mi që flasin mes tyre turqisht, sikur t'ishte gjuhë internacionale apo gjuhë anglishtje moderne e sotme. Ju bëj thirrje dhe ju kujtoj që gjuha shqipe është një nder, është krenari që ne flasim sot, pasi është gjuha më e vjetër kontinentit tonë. Është një gjuhë e cila ne po përgatitemi së shpejti të kërkojmë UNESCO-s që të listohet si trashëgimi botërore e njerëzimit. Pra shqipe është zanafill. Fjalët një rrokshë shqipe janë mbi 3000 fjalë shqipe sot një rrokshë që bëjnë bazën gjuhësore të gjuhëve indo-europiane. Pra si mund të mohohet gjuha shqipe dhe të flitet një gjuhë tjetër e mbi të gjitha gjuha e pushtuesit, gjuha që i zhduku patriotët tanë, gjuha që i vrau patriotët tanë, vetëm sepse ato donin që të jetonin të lirë në tokën e tyre. Dardan, kosovar, vëllezër shqiptar, zgjoni dhe kujtoni që ne këtu jemi bijt e atyre amaneçarëve të përparëm që na kanë lënë si trashëgimi tokën tonë. Na ka lënë si trashëgimi gjuhën tonë. Të kujtojmë se dardanët ishin ato që themeluan qytetërimin evropian. Përmes albano-dardanëve u themelua dhe Roma, kryeqyteti i botës së antikitetit. Por u bën dhe figura të tjera nga kjo tokë dardane, siç ishte Nikit Dardani, i cili bëri
Te Deum, muzikën e shenjtë e cila në çdo katedrale të botës, çdo të njerëzit maniten me bukurinë e kësaj muzike. Ishte një dardan i cili ka lindur pikërisht tu afër në një zonë midis Klinës dhe Istogut. Pra, ne kemi një shenjtë që sot na kanë marrë vetëm nga përbuzja që i bëjmë ne, që quhet Shën Angelina, dhe ajo është pjesë e kësaj zone, pjesë e kësaj treve, pavarësisht se ka lindur në Berat. Është motra e Donika Kastriotit, është kunata e heroit ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Por vetëm sepse serbët e morën si shenjtë, ne kemi harruar. Por ne nuk duhet harrojmë shenjtët dhe njerëz të mëdhenj që kemi ne. Nuk duhet harrojmë se këtu e ka Zanafillën dhe familja e Gonxhe Bojaxhiu. Atë që ne sot njohim si Nën Tereza. Nën Tereza e gjithë njerëzimit, çmimi Nobel i vetmi që ka gjithë zona e Gadishullit të Ilirit, i vetmi çmim Nobel për sa i përket paqes dhe humanitetit është shqiptarja male Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza. Pra ne sot duhet të ringjallim këtë krenari nga shtëpia ku themelua, nga amaneti që na lan këto patriot dhe të themi edhe një herë, të rroj shqiptarizmi. Të rroj shqiptarizmi sepse shqiptarizmi ka të ardhme. Mos u ndikoni nga kushdo që ju thërret, nga kushdo që ju stimulon me gjëra, pasi amaneti i parëve është më i madh. Gjaku që na vjell në deje është më i rëndësishëm. Të kujtojmë që ne nuk kemi vlla të madh. Ne kemi vetëm njëri tjetrin vlla. Ta duam fort njëri tjetrin dhe të shkojmë drejt një bashkimi shpirtëror të shqiptarëve sa nuk është vonë. Sidomos të investojmë tek brezi i ri, që të ringjallet edhe një herë identiteti fort i këtyre patriot që shkrin gjithçka për atë dhëun tonë. Nga toka e Dardanis, nga Prizreni i bukur, nga shtëpia lidhjes së Prizrenit, unë Alban Kraja si gjithmonë ju përshëndes dhe ju përshafoj të gjithëve një nga një vllazërisht.